Faleminderit, ngushlime edhe juve, e gjithë kolegëve, e sidomos familjes së shpatit, nënës, nusës dhe djalit. Për ta është mos vështiri dhe Zoti u adhasht fuqinë, gajretin me përballu këtë dhimbje kaq të madhe. Faleminderit, Mimoza. Çka është diçka që e karakterizon shpatin? Po të pyes për gjëra personale, sepse në informacionet e mia është se ju jeni personale shpatin. Se di bre ka qenë njëri që s'është marrë me llafe. Ekspore ka pas një karakter shumë të mirë, ka qenë shumë i hareshëm, gjithë ka buzëqesht, ka bo mu një mirë edhe u konë shumë i qiltër, shumë i qelun, ke mujtë me bo muhabete private, ose qoftë për diçka shumë të thellë edhe bile se më kujtohet një rrugtim që kena pas Gena, unë edhe Shpati, Goldi, kur jena nisë për Suedi, edhe të rrugën kena folë bashk, kena qo hallet njëri tjetrit, se di ka qenë shumë njëri i dashun. Cili është një udhtim që të kujtohet, një moment që të kujtohet, jashtë përshkrimit general që e bën në këtë moment, trego ma një situatë me Shpatin, kur ai tu ka referu ty me një formë që të ka shti me qesh, ose kur të ka bën nervoz një herë, ose kur të ka vëndu me shku dikon, ose gjëra tilla. Trego ma një moment që ta kemi për memorien kolektive të gjithë atyre që po ta ndjekin këto momente. Përbes se di se kam shumë kujtime, po tash mu kujtu që ai udhëtimi për Suedi që me të vërtet kena folë tërkohën. Ka pas shumë momente në xhirime të vitit të ri sidomos, ose edhe në Itali, ku kena qenë dikun para 2 vite gjysmë, plus tash momenti i fundit, ku me të vërtet jena knaq shumë, ka qenë të televizioni Dugagjini për xhirimet e vitit të ri, aty edhe këndum bashkë, kena vallëzu, me lot kena qesh, ka qenë një prej xhirimeve tash këtë vit që më ka romi po edhe disa kolegë tjerë, po sidomos ron këto xhirimet edhe pash, si thojnë për të fundit herë, edhe pse shumë e ron, shumë nuk po me besu akoma, po mduket shumë e pabesueshme, shumë shkurt qip ka qenë ideal me zemër të bardhë, edhe The që keni qesh me lot. The që keni qesh me lot në xhirimet e fundit. Po realisht ke vrejt diçka në disponimin e ti, apo në shëndetin e ti, duke marrë parasysh se ju e njeni për tej pjesës artistike. Ke vrejt se ai nuk ka qenë mirë, qoftë me shëndet, qoftë me disponim, sepse ka shumë spekulime në këto momente. Përbes mu ka dok shumë i lumtur, shumë okej, tash që ka pas brendsi nuk është edhe na ra shumë personalisht në xhirime, nuk kishim edhe kohë me fol shumë personalisht kështot qa bëna e mirë, tu qeshe, tu bo gallata tërkohës, se ndeshin kamerat edhe normal na po do tani në qatë moment direkt me qenë tarktu shumë për publik, edhe nuk është se kena mujt bashkë për xhirimet vitit të ri, biles më kamet edhe pikë që nuk po ta mundësin pak ma shumë me fol me vetë, po mu dok shumë okej për xhirimet vitit të ri. Dhe pikërisht në kjo, ju keni shumë audiencë, keni shumë trem, keni shumë presion, se pastaj mësoheni me tremën e largoni tremën. A mendoni se dhe këto kanë mujtë me ndiku në fazat e vështira që i ka kaluar, në fakt ajo edhe është prononcu që ka pas një kohë shumë të vështirë, po ajo që na intereson neve me ditë është në qoftë se ato problemet me ankthin edhe gjëra të tilla i ka pas edhe në ditët e fundit. Aty nuk muj me ditë, por që normal, karriera jonë pak të bënë është ta shpesh herë. Si me thonë se ti dush, edhe nëse jenë është ta për mrena shumë keqti, kur dhe në atë moment s'ken dush komplet me haru gjithë shka edhe mi arë këtu tjertë, dhët na merë shumë energji. Pa doshe, dhe thotë unë kur jam s'ken, i haroj krejt edhe mundona ma të mirën tem, edhe nështë sigurisht që ka ndiku. Ka shumë kolegë, artista që e di që kanë ankth, edhe kjo mundet me u shkaktu prej rrugtimeve, lodhjeve, prej nuk është, si me thonë, nuk është e lehtë. Për na që e bojmë këtë punë edhe jena non-stop prezent në publike, në kamera, e rrugtime, je pa gjumë nështë ta kime përformu, do shpejt më bogati me shku të neja tjetër, ose e kina intervist, e kina i gjerim
sportit nuk është e lehtë, merr shumë energji edhe stresi. Unë mendoj që edhe stresi shumë ndikon. Cila prej shpati ka qenë këngëtar? Për te energjisë pozitive që e kështë edhe dukjes, dikuj ka pëlqy edhe për dukjen, dikuj ka pëlqy për muzikën, po gjithve i ka pëlqy për energjin. Por me që ju jeni këngëtare, do dhe di cila këngë e shpatit të pëlqen mas shumë ti me kënu, edhe pse jo nëse një është mirë për nderë timin, a i këndu të paktën një resht këngëve të shpatit, dhe kështë ta mbyllën këtë intervistë. Me thonë drejtën, nuk jam fort në gjendje me, si me thonë, po një prej këngëve që shumë e pëlqej është Valle Kosovare, Axhami, edhe e ka pas këton Kush të ndohë prej meje. Nuk e di, nuk kam zemër për momentin me thonë drejtën, më vjen e vështirë me këndu një pjesë. Biles edhe tash për zhurimet vitit 3, sikur ta dija që nuk e di, po e kapi mikrofonin edhe këndum bashk. Edhe kur e pash dje, prapat video, se di, sikur s'po m'besohet, nuk po mëj me akseptu që me të vërtet ka ndodhë. Të kujtohet kënga e fundit që e ke kënu bashk me Shpat Kasapin në xhirime për cilat po flisni? Ka qenë një këngë kështu popullore, live që e kena performu Jam derë sonte me Raki. Edhe në refren e merr mikrofonin edhe kënojna bashkë. Që ishte. Mimoza, faleminderit shumë që ishë në Kosova Today, na emocionove me këtë tregim. Shfrytëzoj rastin të ngushëlloj edhe ty si shoqe, si kolege, edhe bashkëudhëtare në profesion në Shpatit, dhe uroj që në ardhmen kena me pas mundësin me ja jap nderin që ai ka merituar dhe gjithashtu me bisedu për tema të cilat na gëzojnë. Faleminderit që ishe me ne. Ngushëllime edhe juve, sidomos ngushëllime edhe njerë nonës, nusës, djalit Shpatit, Zoti ju ashtot gajretin dhe fuqin me përballu këtë humbje kaq të madhe. Faleminderit shumë, ngushëllime edhe njerë për familjen, ishe me zonjën Mimoza Shkodra, biseduam pak për atë se çfarë ka lënë në memorin kolektive Shpat Kasapi. Kjo ishte e tëra sa i përket këtij bloku, shkëputemi me pak publicitet dhe rikthehemi me një dinamik tjetër këtu në Kosova Today.